se njeriu duhet të ketë çaste të pranimit për Allahut azza wa jall. Çka në kupton me pranuar? O Zoti jam, unë jam i shkret, wallahu unë jam i dopt, unë fukara, unë s'kom kur gjop, unë jam në gjunaqar që veç ti po mërune po më jap se kur s'm kish jap. Pranaj Allah që dopsi, pranaj. Transmeton Hakimi në Mustadrekun e tij se kur i ka ardhur lami Jakubit alayhis salam, se edhe djali i dytë është burgos. Masi që ka u Jusufi, e dini, po, kur Jusufi ka buat hilen me nal lona vet, i ka ardhur lami Jakubit tash se i ka u 3 djalë. Që është 3 djalë? Jusufin i parë, i dyti i vllaun e Jusufit nga baba dhe nona, dhe i tretë e vllai ma që thonë zvimo, se baba se ja kanë dhënë premtimin që kanë me kthy këtë dytën, e s'u kthymë në përrit çto. 3 djem i ka u. Ka ardhur në Mustadrekun e Hakimit me senet të vërtet se Jakubi alayhis salam ka hyrë në shtëpi i vetmuar. Edhe ka thënë o Zoti jam, shikoj vëllai nderuar. Ku ne e pranon këtë dobësi, e pranon për Allah xhallahu ala, e din kush është. Kan ela terham shaybati, o Allah, a nuk po më shron këtë thin që më thi krejt me këtë mërzi? A nuk po më shron këta lot që po më dalin? E ka filluar më numëru dobësit. Këtë, jam i ligë, jam i dobte, jam dobësi. Transmetohet në këtë transmetim se i ka një pëshpëritje nga ana Allahu xhallahu ala, se Allahu i ka thonë me këtë pranim të kësaj dobësie dhe me këtë pranim të fuqisë time që shtetu e bë, me qenë që 2 djemt e dekti ki unë t'i ngjallë e lemo që jënë dikun me t'i këthy. Që kështu me mlut, s'ka që ka s'ti japja.